Sali Berisha ditën që i duhet të paraqitet në SPAK u distancua nga sulmi që militantët e Partisë Demokratike i bën vilës 31 të ish diktatorit Enver Hoxha gjatë protestës së 5 kombëtare të 28 shkurtit të shtunën. Kreu Demokrat sqaroi se protestuesit nuk kanë qenë në dieni se brenda ambienteve kishte njerëz dhe se ish shtëpia e udhëheqësit komunist ishte shndruar në një qendër kulturore. Berisha u kërkoi ndjes artistëve të huaj, të cilët, të alarmuar nga bombat me molotov dhe fishek zjarret, lanë godinën për t'u drejtuar një vendi më të sigurt. Ndjej shumë keqardhje për ata të huaj që kanë qenë aty dhe i siguroj që ata nuk kanë qenë kur objekti i atyre që kanë hudhur ato mjete piroteknike. Jo, por s'kan ditë se janë aty. Sidoqoftë, thash, për ata ndjej keqardhje të madhe, nuk duhet note kurse si, dy thamë që kanë qenë dy zonja ose dy të huaj, nuk e ka ditë njeri fare. Edhe njëherë krye opozitari uri në dukje se tubuesit besonin se brenda vilës ndodhej kryeministri Edi Rama. Kanë fut njerëz të policisë kriminale të thonë protestuesve që banon Edi Rama aty. Dhe fillimi i sulmeve ndaj asaj vile ka ardhur me besimin se aty banon Edi Rama. Urrejtja për Edi Ramën është e pakufishme. Nuk mundet ne që të pengojmë urrejtjen ndaj Edi Ramës. Nuk ishte aty, ai banonte her pas here tek vila e Mehmet Shehu. Të dielën, ambasada franceze në Tiranë reagoi ashpër ndaj sulmit, duke thënë se organizatorët e protestës s'mund të injoronin faktin që prej vitit 2025 godina shërben si rezidencë për artistët ndërkombëtar. Vila 31 në ish blok menaxhohet nga fondacioni francez Art Explora. Protesta e së shtunës pasoi me largimin e drejtorit të policisë Ilir Proda dhe atij të Tiranës me arsyetimin se dështuan të ruajnë jetën e qytetarëve shqiptar e të huaj.